edhe takimi 34 i seancës parë për konstruimin e kësaj legjislature konfirmoj edhe njerë që çështjet politike dhe zgjedhjet e organeve deri në konstituim dhe në funksionalizim nuk mund të zgjidhen me procedura, por duhet zgjidhen me marrëveshje politike. Çështjet që kanë frymën e rregullorëve të kuvendit dhe çështjet që ndërtohen për procedurë nuk i zgjidhen problemet politike asnjëherë dhe në vazhdimsi do t'i nënshtrohemi rregullit një ditë po, një ditë jo për të takuar, por ne edhe sot kërkojmë që Partia e Parë ta menaxhon detyrën e vetë, përgjegjësinë e vetë që dal nga 9 shkurti, ajo është që t'i jep mundësi që Kuvendi i Republikës të konstituohet sipas një marrëveshje eventuale që arrihet dhe të hynë në fazën e ndërtimit dhe legjitimimit të Kuvendit të Republikës. E dyta, jo më pak e rëndësishme, ka të bëjë që duhet ta kuptojmë që dy binart, sikur në rastin e parë, edhe procedurë, edhe politik, marrëveshje politike, edhe deputet, edhe minister nuk mund të funksionon qeveria në detyrë, sepse po e shihni ditëve të fundit që më shumë kalojnë kabinetit qeveritar në zyrët e prokurorisë se sa në zyrët e qeverisë. Këtë atë kohë që mbetet pas intervistimeve për gjetjet dhe dyshimet e bazume që prokuroria e shtetit dhe organet i kanë për gjithë autoritetet e këtij kabineti qeveritar, ata po vazhdojnë me bë vendime kundër kushtetutës dhe është abuzim i pastërt me pushtetin.